NATO konsideron se paramarrjes së vendimit për riçeljen e mundshme të urës mes Veriut dhe jugut të Mitrovicës për trafik automjetesh do të duhej të merreshin parasysh nevojat e të gjitha komuniteteve vendore, ka thënë një zyrtar i Aleancës. Ai e tha këtë në përgjigje të kërkesës së radios Europa e Lirë që të komentojë deklaratën e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili tha se i kërkoi sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte që KFOR, misioni i Aleancës në Kosovë, të ndalojë paksimin gradual të pranisë në urën kryesore mbi lumin e Ibër mes Mitrovicës jugore e asaj veriore. Në përgjigjen e zyrtarëve të NATO-s, thuhet se Rutte është në kontakt të rregullt me presidentin Vučić. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se letrën që i përsolli sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte e bëri që të ngelet gjurmë e shkruar në paralajmërimin që i bëri, ku sikur se tha, për tërbimin e Albin Kurtit dhe shtoi se përgjigjen e pret të hënën ose të martën. Sido që t'jetë përgjigja, do të doja ta dëgjoja, është e qartë për këtë, por a mund ta marr? Besoj se po. Besoj se Rutte do të më telefonojë për të biseduar, u tha Vučić gazetarëve. Presidenti i Serbisë vuri në dukje se pret presione të tjera ndaj serbëve në Kosovë. Zyra për Kosovë e Metohi kërkoi që me rastin e 28 vjetorit të rëmbimit të gazetarëve të Radio Prishtinës, Gjuro Slavuj dhe Ranko Perenić të zbulohen dhe të dënohen personat përgjegjës për këtë krim që drejta të vendoset në vend, ndërsa familjeve të personave të rëmbyer t'i ofrohet një lloj ngushëllimi. Slavuj dhe Perenić nuk janë të vetmit gazetarë që u zhdukën apo humbën jetën në rrethana të paqarta gjatë konfliktit në Kosovë e Metohi, por janë simboli i vuajtjeve të pafajshmave dhe pandueshkueshmërisë së personave përgjegjës. Vetë ditur në deklaratë në të cilën shtohet se gazetarët që punojnë në gjuhën serbe në Kosovë edhe sot përballen me pamundësi për të punuar dhe presione. Sikur se theksojnë këtë vit pllaka përkujtimore në vendin e rëmbimit të Slavujt dhe Perenićit u shkatrua për të 9ën herë. Drejtori strategjik i Qendrës për Politika Europiane Miloš Pavković beson se duke pasur parasysh që kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti shmang formimin e bashkësisë së komunave serbe në qeverinë eventuale të koalicionit, partneri i koalicionit mund të jetë përgjegjës për dialogun dhe të jetë i detyruar për marrëveshjet të cilat Kurti shmang, pavarësisht deklaratave të përfaqësuesve të bashkisë ndërkombëtare. Profesori së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu lehtësoi se marrëveshje eventuale mes vendvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës nuk do të nënkuptonte automatikisht ndarjen e përgjegjësive në lidhje me formimin e bashkësisë së komunave me shumicë serbe, pasi qëndrimi i Albin Kurtit për këtë çështje është i qartë. Deputetët e Partisë Demokratike vijuan mëngjesin e sotëm aksionin para qeverisë së Kosovës, të pakënaqur pasi seanca konstituese e parlamentit nuk ka vazhduar, ndërsa anëtarët e vetvendosjes që u betuan si deputet vazhdojnë të jenë në funksionet në qeverisjen teknike. Dhe këtë mëngjes atyre ju bashkuan deputetët e Aleancës si dhe këshilltarët të Partisë Demokratike të Kosovës nga Lipjani. Deputeti i PDK-s Fadil Temaku tha se partia do të vijojë të kundërshtojë veprimet e Kurtit, duke paralajmëruar për pakënaqësi qytetare në rritje. Deputeti i Aleancës Besnik Tahiri deklaroi se qëllimi i aksionit është rritja e ndërgjegjësimit qytetar e politik për shkeljen e kushtetutës, ndërsa këshilltarja e PDK-s nga Lipjani, Jeliza Bedroli, tha se institucionet nuk duhet të bllokohen dhe i bëri thirrje vetvendosjes të kthehet në parlament. Policia kroate konfirmoi se shtetasi 48 vjeçar i Kosovës u arrestua më 7 gusht në vendkalimin kufitar Karasoviçi mes Kroacisë dhe Malizë, pasi për të ishte lëshuar nga Serbia urdhër aresti ndërkombëtar për veprën penale të krimeve të luftës. Policia nuk e bëri të ditur identitetin e të arrestuarit, ndërsa sipas të dhënave nga mediat, bëhet fjalë për BB nga Nerodima e poshtme pranë Ferizajt, i cili kërkoi nga Interpoli me kërkesë të Serbisë. Nënkryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Gazvend Cyla tha se sipas informacioneve të para, BB nuk është në listën e veteranëve. Në veri dhe perëndim të Serbisë të shtunën do të jetë motë me diell dhe mjaft e këndshme, herbasere do të ketë vranësira mesatare. Në rajonet të tjera do të jetë motë me diell dhe vapa do të vijojë. Pasdite në jug-perëndim pritet zhvillim më i fortë i vranësirave me shira lokal me bubullima, kryesisht në zonat malore. Temperatura e mëngjesit do të jetë nga 16 deri në 23 gradë Celsius dhe ajo maksimale nga 31 deri në 39 gradë Celsius.
Ditët vijuse do të jenë me diell dhe shumë të ngrohta, por dhe me vap ekstreme. Temperatura maksimale do të jetë nga 32 deri në 36 gradë Celsius.